Përshëndetje miqtë e mi, mirë se vini në kanalin tim të tarot. Sot do të shikojmë energjinë e përgjithshme të tarotëve. Dhe kemi energjinë e përgjithshme e tarotëve për ditën e sotme. Treshi i monedhave. Treshi i monedhave është një letër e cila tregon për një lajm që do të merrni nga drejtësia shumë shpejt. Ju jeni një person shumë i fuqishëm, keni energji të fortë brenda vetes tuaj, që qëllimet tuaja doni t'i çoni deri në fund. Do të filloj një kapitull i ri në jetën tuaj. Ju, shumë krenar dhe i vendosur te vetja juaj, do të ecni drejt një rruge të ndriçuar nga dielli. Luftoni fort për një pasuri, për një trashëgimi, për diçka, për një pronë të madhe që doni se s'bën ta merrni. Dhe kjo do të realizohet sepse ju jeni pak të menduar tek pjesa e bollokut. Me këtë pronë, ju do t'ju plotësohen të gjitha ëndrat dhe dëshirat që keni në jetën tuaj. Jeni pak i mërzitur në këtë hije në kësaj teme, por një dorë me këtë kupë të argjënt ju ofrohet për të hequr mërzitjen dhe këtë trishtinë që keni. Keni një lidhje të fortë me një pjesëtar të familjes tuaj. Dhe kjo lidhje fort në periudhën ku jetoni, në këtë periudhë që jetoni, bën që ju marrëdhënie që krijoni në shoqëri, marrëdhënie sentimentale, doni t'i keni shumë të sinqerta, pra themeli i tyre të ketë sinqeritet. Në infinit, ju do të keni bollok. Dhe kur deti të ketë dallg dhe anijet mezi të lundrojnë, ju përsëri do të keni bollok në dy duart tuaja, sepse ju jeni mbretëresh e shpatave, një femër ambicioze, e cila falenderon dhe është një njohës e universit për qiellin e saj të pastër dhe për rreth që i thith toka. Hëna e plot tregon që kullat tuaja, të financës, të familjes, gjithçka, hëna e plot me dritën e saj i mbron fort dhe këta njerëz diliqar që ke përreth i verbon me dritën e saj dhe i çon atje ku duhet të jenë, atje ku e kanë vendin e tyre. Jeni një person shumë paqësor, me këtë zogun e paqes në dorë, ju jeni zhytur e gjitha në këtë bollok shpirtëror dhe këtë bollok financiar. Keni pranë një person shumë pozitiv. Ky është një person i cili është me këmbë në tokë dhe fjalën e ka i zëvend në çdo vend që shkon, fjala e tij është si ligj, pra e ka shumë të rëndësishme. Princesha e monedhave. Kjo është një person që është i përmbushur në gjithë aspektet e jetës. Në prerjen e saj, shumë shpejt do të ketë diçka të mrekullueshme, bëhet fjalë për ndonjë fëmijë, për pjesën e ndonjë bolloku, për gjithçka të mirë, për sukses në punë, për gjithçka të mirë. Kjo ishte energjia e përgjithshme e tarotëve për ditën e sotme. Faleminderit.